Miqtë e emisioni Foli ju përshëndes nga Fushkryja. Jam në unazën e Fushkryes ku po zhvillohet një protest. Nuk është e para dhe as e fundit. Shikoni pas krave të mi një rrugë skandaloze. Nuk e di nëse mund gjendet në Afrikë një rrugë e tillë, ku kalojnë paktën mbi 2000 kamiona tonazhit dhe gjithë banorët e Luzit. Këtu, në këtë rrugë, nuk dihet se kur është vënë dorë për herë të fundit. Por është një rrugë nacionale, një rrugë që kërkon vëmendje sepse vetëm prodhimi që transportojnë ta kamiona e shpërblen këtë rrugë që të bëhet autostradë, jo thjesht një rrugë për të çuar në Fushkryj, për të çuar tek Gurore, për të çuar tek ekonomitë prodhuese që ka kjo zonë. Banorët kanë dalë në këtë protestë ku paralajmërojnë se do të ketë përshkallëzim, sepse nuk po vihet dorë, po nuk po vihet dorë fare. Banor, faleminderit. Faleminderit që jeni me mua sot. Si të quajnë? Artur Kola. Artur, çfarë po ndodh këtu? Çfarë punon të ishe vetë çfarë punon, s'ka lotë. Mbaj pa kafe. Nuk të s'ka lotë, edhe më kam, jo me kamiona. Kështu ka qenë gjithmonë kjo situatë? Jo, më ka një vjetë. Që është bërë në këtë deregje? Po edhe s'po ve kush dorë. Së di që të punë, këto fini me ngejtë herën tjetë protest, prapë dhe sot, po s'po vjes një këtu me në doqë. Pra nuk vjen kush fare, as kryetar bashkia, as... Nuk bëhet fjallë, ja. Me bo një marrëveshje në gjonë. Nuk ka dhe, marrë me pa ose do vazhdojmë, do argullojmë, ose do hish, s'ka pyet kush. Për sa gjatësi rrugë? Sa është 1 kilometër, sa shmo. Për 1 kilometër ka lënë këtë rrugë? Këtu ka lënë 2000 kamiona më ditë. 2000 kamion. Po që lesës është bloku sot, po 2000 po, s'ka që ke rrugë, është këtë Gurore, fabrikët tu ka lënë. Këtu vjen dhe shkolla. Po këtu edhe shkolla që vetë, e shiko vetë. Kalamet e shkollës, ku do ka lënë kalamet e shkollës, ka këtu si se rrugë. Asë mbi kalim, asë që. Ku keni trokitur përveç se protestës? Ku keni shkuar? Keni shkuar bashkisë? Por i keni shkuar bashkisë të gjitha, por... Qa thot kryetari bashkisë? Qa thule s'ka stipush as shpjegim as jo, por qa... Sepse bashkia merr nga renta minerare, merr përqindje, merr taksat e këtyre kompanive. Po, normal, po. Edhe ka minimumi detyrimin për të shtruar, apo jo? Normal, po. Nuk u di qa... Nuk vjet. Nuk vjet, është. Edhe këtu mes Fushkryes, qendër mo, çka më afër, nuk jena më të malit. Nuk ti ke rrugë katastrofe, po. Një rrugë që nuk e di të skalohet, që me kalot dhe më kam të rëzosh. Të merrishe, edhe makina jonë, u fuste, sikur me qenë... Edhe kamion kur kalen, thohen, në zërë kalen, i kënë sa ka të ujtë me kamiona, jo më makinat e vogla. Tu hase, tu
Bajt la lut këtu, mirë se është bajt, po edhe këtu sa ato pluni këtu në fyt. Po pra, këtë duhet të bëja pyetje, si bëhet kur bie shi këtu? Kur ke shim. Se ti nuk e shikon gropën, ti nuk di ku hyn, ku Po të vetëm kur ngelesh mbrenda ça, ku shifën. Maja drejt, s'ke ku me shku. ka pas, le të themi, dëmtimet automjet edhe mbetje në rrugë. Që sa më spyet për se të kartë, edhe gomë, gjitha më defekte sa dush. Ku është kryeplaku? Është kryeplaku këtu apo jo? S'na ka ardhur kryeplaku. Po ai duhet të ishte këtu me ju sot. Po do të ishte po më vazi. Kryetari i njësisë administrative. Duhet ishin të gjithë këtu. Cilja partia ata, se i hek prej punë me dalë ata. Po ç'rrok marrë çmerr kryeplaku. Nëse po dalim punë partisë, po dalim. Po partitë puna për rrugën e të merrim masetet gamër, do rrugën, se gamër, as i zoti, i po makinat top over. Ti vetë çfarë automjeti ke? Po makinë vogël kam skalodë. Ku kalos? Bot fjatu ecë, se me qenë s'ka ujë, me qenë ujë nuk shivet. Nuk shihet pa, është merr fare pastaj. Kur ngelish, E kuptoj. shumë keq nuk e di çfarë bëhet ato së diës. Sa herë bën këtë rrugë në ditë? Po çfarë? Më spëll më që 20 herë 30 herë. Ke rrugë, ka rrugë tjetër apo do t'i bish larg andaj? Do dalsh mlaç. Do t'i bish si Magellani këtu. Po çka ku me dalë unë s'ka. Bësh do hish për shkuj, do të bësh 3 kilometra me shku me dal. Po mirë më, kur u vinë t'u marrin votën, këta që janë qeveri, ata që ishin. Ore, nuk e thoni shikoni rrugën. Po do bëjmë thonë atë. A, do e bëjmë? Po shkedhe vetëm. Me do të, gjithmonë. Asnjëherë nuk thonë jashtë. Se bëjmë, ako do ta bëjmë, po s'bën gjë. Shumë keq, nuk e di çfarë bëjmë. Faleminderit. Ne do rrim prapë të Faleminderit. Faleminderit. Po. Si quaj? Jam kujtim lega. Po kujtem. Unë rrin lagjën leg këtu. Po. Ka qenë para ca vitesh, një gurore. Po. Tash e bo 5-6. 5-6 sot, edhe 5-6 frontoja atje bashkë i vend. Lasin shpit. Ka qenë ujli më mije veçar atje në lagjën. Po ju keni edhe hallin e guroreve. Ju keni histori mbi histori ju. Shumë e madhe në natën atë, më fjalë ata frontojet 20. Po. Mi stres i papa, ma kupton. Edhe ankohu sa dush, ku dush, e kupton. Edhe theti punë votash. E kemi dhënë dhe Ramës votat. Edhe mund të mbledh dhe mirë, edhe e kam prit dhe këtu në Borizane, mi fjalë. Po pse nuk e prite këtu më të shofi rrugën? Ore kena pritë edhe ne. Edhe kam pas shumë mi fjalë për atë njerëj, kam pas shumë respekt edhe kam, pra po ndoshta policia ka hallin, po ne na kalon mazor komplet. Rikthimin në normalitet të Malit Skënderbeut dhe kemi detyrim kombëtar dhe do ta bëjmë me patjetër. Pas fazës mbjelljes fidanëve në Rafshina, duhet bëjmë edhe hidrombjelljen në mënyrë që të mbyllim këtë plagë që na e shef gjithë bota sa zbret në aeroportin Nën Tereza dhe ndërkohë të vazhdojmë me mbylljen e gjithë guroreve absolutisht. Asnjë gurore s'duhet më të nxjerrë gurën nga ky mal. Është e patolerueshme. Ne nuk jemi kundër si më ndërtohet vendi. Ndërtohet. Po pak çfarë do të bëjmë me këta njerëz, nuk kena kafsh. Morën mu, dule i rast bona, i dule i zora rrugën aty dhe tralër. U ka bo me 1000 tralër, që thash u ka bo pa dorëshme. Shumë e pa dorëshme, më fjalë që bilis daqona të ri me këta tralër, të me telefona, kena frikë më në rovë. Hecin me i qene Kosovë në orë për kresët, me gjithat në nërkesë. Kjo është hall bi hall, pra rruga hall, gurore të të... Orë me hecët i ke një tralet, nuk ka li përshkruj da gjysore, i orë me erë, një fjallë pri, i lajgjime e dëri më përshkruj, se nuk të lënë tralet i ke reshtë. Me kuptoj. Kthesa është rruga jo, edhe rruga e ka qenë bo e rruga, u prishtë dhe rruga e nacionale. Ata i këshin bo për punë dhe vedhe, me nëse i ka bo për ne, u prish prapë rruga. Nuk e di çfarë do bëhet me ne, me popullin e shkretë. Ne jemi dakord që ndërtohet vendi, po të bëhet diçka për njerëzit. Po pra, po mos ma thuaj mua, thuaj atij që ke mbështetur drejt për drejt nga kamera. Po ta kishe kryeministin, çfarë do i thoje këtu, kaq afër sa që jam unë? Çfarë do i thoje? Po shqihet o fare, troç, domethënë pa filtra. Unë thamë dorë nuk i tërkën gjë atij, sa i bë diçka, sa i për Tiranën e për qytetin e ka bën. Po pse nuk ju ka pa juve në protestë? Në dorë tretë e pesta këta, në fund për kafshë na konsiderojnë neve fshatër. Po di gjë. U dha mu të merr. S'ke ku e kërkoj drejt.
s'ke ku e kërko. Keni kryetar njësi administrative. Jena në kohë për atë punë, Po. atë nuk e vrasin mend. Kryetar bashkie, prefekt, a i keni shku? Anko ku dush në vëlla, gjove. Asnjë gjë, ëh? Vazhdojnë ndërtim në vetë, gjove. As do me e ditë punë, gjove. me pyetje, s'ka për Shpytër kush për atë punë, gjove. Tu mbledh kështu, si shu ka mbledh unë ka ardh kush? Ja, mbarë vllaja. Ja, s'bëhet fjalë. Nuk bëhet fjalë. Na kena ardhën vetëm na trajtojnë si njerëz, dëshej fëmia s'do më ditë gjë. Mirë ne kalum si kalum, po fëmia me fjalë, ja, kalojnë këtu më shko. Unë e bëj shpesh këtë rrugë. Po? E dal për shportu me fjalë, se kam pandemia. Po ke frikë tu kur me fjalë me zgjedh rrugën, me rrezik i fotetari në ke gama. Çan sa Dakar e makinat e kena botë sopso. Mu dikush më tha me plas një gomë aty, lëndohet fëmia në trotuar. Ta manë si bume, nga e qakëllën kështu më hava, e mëtë në fëmijën e çdo gjë. Ose me të kaluj gru, ose me të kaluj gru, shtatë zana do e dështon vend për që s'bën fjalë. Si Bedriu, kam biznes, lavazh edhe lokal. Po, Bedri. Edhe këtu nuk kalohet asgjë. Ne nuk kena as hall barazani, as hall. Ne kena hall në rrugës tonë Mungadi. Rrugën themi dhe ne. Sa më Ne sinqert edhe fjala. Luli ka biznesin, edhe nuk vjes kërkush. Ke madh me la makinën ngret tunim hava. Takset i paguajm, Pra ju keni falimentuar. po kena marru. Edhe gamori s'ka lë këtu si thekant. E, i thaj për to. Çfarë flet, a ke pasë e bë Ja, rruga? hapuni pak se nga që janë kamerat mbrapa. Aha. Kjo shihet vetë, s'ka nevojë për rrugën, shihet vetë se apo. Këtu nuk kalohet. Rrop ti lan pjata mas se hajm buk, ne do të lan para se na hyj pruni mren. Ne s'kena hasad has bazone se ne kena hallin në rrugës tonë. Takset i paguajm çdo vit. Gjitha po. Kamioni kalon 100 në spet, gropat, ujti. Rrop thonë, jo më lagë këta, jo më lagë ata, nuk di janë si më po si shtrot rruga shihni vet. Ne s'kena hall barazone, s'kalim barazone, ne kena hallin tu. Jo, po ti bini ande pastaj i bie sa kilometra më tepër. Kena bizneset Na tu. dum rrugën tonë. Na bje punë me shku me plumë në kinë. Si na gjenë për vendet tonë, që të bëjmë? Ne me shikët hajmë bukë. Bje për i huj taksat, dum taksat të fund vitit bje letrën. S'kena halë, ne si ta rrugullin që këtë rrugë, ne s'kena nuk dalim ma. Ne kuptoj. Gala majt, i qoj dit për ditë makinë. Makinën du ta qësh i hem 2-3 mush me ga ditë. Se ke bo rruga qëtë. Bo në gala majt të mirë si qoj makinë. Po ko vinë, që do? Mësu si e mëllë derën morën 8 fix, a do ta mëllë 8 e gjysë, bjerë fugon ti morë kalamajt. A do ka pa i ditë me ta. Tha pse ke mëllë jo, vinë kalamajt që do? Ke mëllë me shqit kalamajt rëzik me të kamioni. Mirë si ka ditë rrugën, po do t'i vesh të përdura si ke kamionat i shinë, nuk pëse fare. Po mirë ti që ke makinë, po ai që s'ka makinë me. Për qatë i bjerë, i thash veni fugon. Shkolla fugon. S'kan vënë shkolla fërko. Këtu as ka së roje, jo fugon. Që do thonë? Me roja lek të net më shpaj. Gjithë ta jena. Ata si morin lek bashki nuk dalin. S'morin rrugat. Dalin të më qefëm, ne kena dalin. Po mi më kjo, ta jena ne. këtu diskutohet çështje Me jete. dalin si ka tu ne dalim dërmë fushkruj, po s'dalim. Kanë frikë një pjesë. Po kanë frikë si hekin rrugat bashki. Qa flet? Po sikur ti ndodh diçka ke fëmia vet apo Po qa ti thuj, hajde, po mos ndodh, po si të ndodh, mos e qa këti bon. S'ke që pa për zotë, shqip një vetë vrej se bo rruga. sa fëmijë ke? Unë e kam 3. 3 fëmijë. 3 fëmijë për ditë të punë bën ti? Për 2 fëmijë, njërin e kam vogël, 3 vjeç. Po. Për ditë vje goca për zotin, jo mirë, po vinë këtë katunit, këtë balë. Alem kona në vehosh nuk ka qenë qështu. Të shive vetë e bo rruga. Tu ka qenë për para, Po? ka qenë ma keq për para. Ja. Aha. Ja ta se do kaloj te zotëria pastaj. Po? Ka qenë ma para, për para ka qenë gropa, pa e kanë shtru e ne prishën prap kamionat. Tu nuk kalohet, se jenë gropa shumë, e nuk kalohet. Tu ke frit me kalu, se të plasi gomë kamionit e ne, Të tutje. e vret. E në s'kalohet. Tu ke mall me kalu, tu ke gropa. Po ti si ja bën? Që të bëjmë? Në ditë kur ka shumë shi, se ka patur edhe shumë shira. Ka patur reshje. Bëhet pustu, bëhet ujë, lishe. Ju izoloni fare, do t'i bini andej nga ana tjetër. Po, do t'i bjem anë. Anë tjetër. Me të mërshme. Faleminderit. Faleminderit. Si të quaj? Unë jam në Zëndëriu. Po Erzan. Atëherë problemi më thonë është me fëmijët e shkollës, Po? sepse vje kamioni, evito gropën edhe put gjysë në kamionin në trotuar. Rrezigo
jetën e fëmijës maksimalisht. Ky është problemi kryesor. Pastaj është rruga siç po qanë banore, amortizuar në shumë keq domethënë. Rruga s'do koment, mjafton të vish i herë dhe e kupton si është rruga. Atëherë që kuptoni. Kjo është një rrugë 1.5 km e gjatë. Që rrit lidh fillon ke kryqëzimi i fabrikës Çementos, rruga nacionale e vjetër, deri në kryqëzimin e rrugës fushkrimit ish autostrada ose më thonë më saktë interurbane dytësore që ata. Superstrada. Po. Këtu kalon 70-80% komplet ndërtimi çfarë bëhet në Shqipëri. 1000-2000 kamiona këtu i ke për ditë. Për ditë sot. Llogaritë që bëjnë 2-3 rrugë. Vetëm 2 vende në botë është kaq e keqe rruga, infrastruktura. E para është Gaza e Palestinës dhe e dytë jemi ne. Atje është në luftë. Atje është shkatërruar nga kriminali Benjamin Netanyahu. Këtu është lënë masdore nga këta Benjaminët tonë. Kështu që ne do dalim protest derisa të bëhet. Nuk ka kthim mbrapsht. Faleminderit. Faleminderit. Babe, si të quaj? Mbaj afër, sa vjeç je? 86. Se ke dalë protest? Unë kam dalë për rrugën, për kurrentin që po na vjedhin. Kush po të vjedh më pa? Shteti jo dej. Po si po të vjedh më pa? Po zvune transformatorët me tar fuqi e kurrentit atë. Po, Vjedhëm ge. pra ty nuk ndizet as llampa po thua atje? Po çfarë llome? Në darkë e kap kurrentin me dorë. Në s'kam lanë vend bashku, kur o pranë që ke shkollë lozit, që kjo, transformatori i fuqishëm është marrë. Është marrë, se ku e kanë qojë din vetët. Jam nga ne tonë, deri këtur bushi. E ku, që të tha? Hiç, do ta bim të fish, do ta bim Po pse nuk i shkove prapë? Po ka gjej? A se gjem bashkia ta? Hajde ta gjejmë bashkë. Sa premtime më ka dhënë mund të Po vetëm ti e vuan këto apo e po vuan? Gjithë lagja. Gjithë lagja. Po unë i paguaj lek muj për muj. S'dia paguaj as paguajn tjerë. Nuk kam punë me tjerë. E qartë. Të lutem të dalim te se kemi kamerë nga mbrapa dhe duke lek. Kjo rrugë është bën si në 64. Se në 64 e maj me nuk kalama, ti mush gropat me qerre. Ma gjeni e ka shku set. Si në 64, jemi këthy mrapa. Llogaritë e kohë 64-s përdoret set. Unë kom qenë kalama 14 vjeç. Po s'kalonin 2000 kamiona në 64. Jo, po nuk kishte shtresë. E kuptoj. Në qatë gjeni e ka shku 64-s. E kuptoj. Kanalet janë mush, se qo qakull, futja kanalit. Qo qakull, futja kanalit. Pra janë mbyt kanalet, si me thënë janë mbyllur. Kanalet nuk përgraj do, hajde ke ne, t'ja vejmë a gjitha tosh më qëtë. Kjo s'ka qatë kulloj këtu? Po ku qërgulloj? Që të kulloj kjo? Po ku aja ka marru mëni. Se në 64-ën. Të janë kanale. Ne kemi shku kohë 64-ën. Kanalet kulluce, ose në sakto shimgjasa që ne kemi shku më 64-ën. Në që këtë gjendje 64-ës, që e maj menun. Turp. Kur është hedhu për herë të fundit, kur është vendorë në këtë rrugë? Edhe qa është bërë konkretisht? Qa kanë sjell? Kanë sjell çakull? Kur kanë ardhur për herë të fundit? Po të shtyp, hajde beri i maqin çakull hik. Tjetër kush s'ka vot dorë mëndë. Po. Se kush e bjetë çakull, ai çakull e merr shiu. Kanalet nuk përgradhen ma. Ujti që vje. Mrapsh, hajde këne, janë mush kanalet. Dërim rost kanakut nga shkumë. Dërim rost kanakut më. E s'merë kush mas. Një, kurrendi. Ate morën vesh kurrendi, tani kurrendin zotria që t'ka premtu, kur të vjen të merë votën, Bushi, si e ka emrin? Po ata nuk i shef ma. Kryetari i bashkisë. Mërë nuk i shef ma, kryetar partijës as Po një herë të vjen 4 vjet. Kush ka ardhur? Po 4 vjet po thot. E biun nesër, pas nesër. Edhe ju gënjeni. Po. Po edhe jemi këtu në të njëjtën. Po se këtu kam marrë pushtet e parti. Faleminderit. Jo them, ju faleminderit shumë. Faleminderit. Se me rastin e tërmetit, me arte me mua. Po. Ne avu kanaku tim habit të shmensh. Pse të ke dëmtime edhe nga tërmeti? Po, hajde breje. Ke marrë një lek nga tërmeti? Po, zotën, 2 lek vjetër, jo të më rejt. Tënë pa boj, mëne. Pra, as lek nga tërmeti, drita s'ke, rrugë s'ke? Jo, as i sen. Po uja, ketë pak të? Jo, ujë, kom qitë betë dhe zotë, kom qitë i pus ka hone. Se s'keni as ujësjellës? Jo, s'ke. S'ke, që ta tuba. Po taksa i paguan populli? Jo, uja. Ore taksa, paguan ti? Ndriçim, pastrim, gjelbërim.
E në maqinën ja paguj. Ke ndriçim, ke pastrim, ke gjelbërim. I kam paguj vetëm taksat e kanokut. Taksat, okej. Ata kam paguj, s'di më rrejtë. Faleminderit. Pas që e vërtet, hajde me mu, Rok, sa të marrojmë emisionin, Shatë kamër me ma prun ke kanoku, pa patë sa të marrojmë emisionin do vim ke shtëpia jote. Faleminderit. Po mos mu largo rri këtu. Jo, hem ke shtëlla. Jo, qëndro aty. Nëse unë të rejnë që, pa rejnë ato të poshtër me parti, me pushtet. Po jo më bab, nuk rendi se s'ka ardhë 80 vjeç për të gënjur, si quaj. Në t'ja vend kamër kanokut. Banori Luzi. Po. Rrugën e një të pa vetë si apo. Tu nuk pyet asnjë. Tu rruga është katru këtë. Unë e marrë gocën për 300 metra, si do t'a bike shkolla, se e kam aty për ma tonë. Për 300 metra do të baj 3 kilometra merë me dalë që tu, për ma qumë shkollë. E kuptoj. Qoftë si nuk rregullohet, rrugës do të hapet ma, do bllokohet krejt, edhe kalamajtëm shkollë nuk do t'i qona fare. Qoftë si nuk vendosi për me rregullu rrugën. Ky është për shkallëzimi që ju do t'i bëni. Do të ashtona, i bënë atyre t'i rregullojmë. Qoftë si nuk ashtu, do bllokohet rruga dhe shkolla, kalamet e shkollës nuk do qohen. Keni provuar me anë të peticionit në ndonjë formë? Nuk asnjë lloj rrugëzimi nuk japin këta. Ne s'kina shku fare, edhe do t'a shaf vetë, që e kalo vetë. Nuk kalo këtu drejt me kalu, po ja futa neta për me shku. Kush është ky? Janë këta dhe bashkitë e këta zonat. Pra, punojësit e bashkisë nuk e përdorin këtë rrugë? Nuk e përdorin fare, se e përdorin rrugë më të mira ata. Kurse ne se ina banor të kësajta, ne kalona këtu. Sa veta ka fshati që e përdorin këtë rrugë? Fshati shive nxjerrë filmoj me kamerë me dron, shive sa banor ka fshati këtu. Po këtu nuk dalin krejt. Këtu dalin pak, si ca jem qef, kanë hik, si kanë frikë me dal. Po përse do kesh frikë? Po që ata pra si morin kaj rrugë vogël që ati ose i bëjnë presion. Moment si ashtu për shembull i qatë pse del këto aty. Pse ka dhe presion, Ka dhe presion, mund të i bëni ata, kanë frikë. Si kjo është thirrje janë si do t'i bëna. Në e kuptoj, sa veta jeni në shtëpi? Jam 5 vetë jam une, 2 kam plesht, kam vllain me gjithë ata. Me pas një urgjencë mjekësore, si apo? Këtej nuk vjen ambulanca, s'besoj të hyj këtej. Ku vjen ambulanca këtu? Unë kam kamionin vetë, kam lënë në shtëpi, nuk dal. A dilet kamioni nuk s'mund kalesh këtu. Jo me kalu makinë e vogël. U thash, baj 3 kilometra rrugë. Po ma morë gocën prija, tjena dalë rreth, baj 3 kilometra me ma qu këtu. Pra i vjen vërdallë? I dalë vërdallë, por me për 300 metra rrugë, si do të baj për shumë prija, dhe dërsi tonë. E të mërshme. Erdi bashkia hapi kanal aty, e kalon mankis ngropën aty. Ok. Faleminderit. Si ja kaloni? Ja këtej nga kamera, do ktheheni këtu? Ja, këtu së tërë. Emrin na mësova Gani. Po, unë quhem Gani Baku. Po, Gani. Ja, merr këtë më mirë. Aha. Quhem Gani Baku. Po, mbajni afër. Jam organizuesi i protestave të para 15 vjetëve në këtë rrugë. Që duhet ta themi që në fillim të herës që ky ka qenë një projekt që nuk ka qenë i konsultuar me komunitetin. Që kur është bërë? Që në Zanafill? Zanafill është rrugë fshati kjo, po qysh sa u projektua pastaj për të bërë një unaz veriore qytet fushkryesi apo unë emrin që vetëm unaz në këtë vend nuk mund të bësh, sepse bie ndesh me ligjet urbanistike. Duhet ta them që në atë protestë neve, në fjalë, patëm kundër pushtetin lokal të kohës, në fjalë. Por kene pas pro policin, duhet ta themi këtë që policia e kohës ka qenë pronesh në ato protesta. Po sot e keni? Përse nuk janë gjendje të them. E kuptoj. Për asnjërin palë, sepse nuk është se jam ndesh, po atëherë jam ndesh vetë personalisht. E kuptoj. Kam mbledhur firma edhe kam shku vajtur vetë tek drejtuesi i Fondit Shqiptar Zhvillimit që sot është kryetari i Bashkisë Shkodrës. Benet Beci. Benet Beci, po. Po? Edhe ja parashtrova të gjithë kërkesat tona dhe edhe opsionet tona dhe mundësitë tona. Po? Dhe ai gojarisht aty i aprovoj gjitha paski ide tamam, tha të mira, tha, sepse ishte një projekt që nuk përshtatesh. Sa kaq firma avancote me punimet këtej, edhe përfundimisht ato nuk e ndërprejnë punën, edhe firma e bëri si e bëri. Kush e ndërtoi aso kohë para 15 vjetësh? Firma Arifa i ka qenë, Arifa shqiptar. Arifa, po kush domethënë e ndërtoi bashkia apo ndërtoi apo s'dihet? Ka qenë një projekt mix, nuk u kuptohet atë. Mix. Se kush nuk dihet se kush e ka ndërtuar. Aty thosh se ka ndërhyrje bashkia. Fondet i ka dhënë ajo fabrika çimendës, nuk se s'kan qenë transparente. E kuptoj. Që në gjenezë në fjalë ne pam që do të ishte i rrezikshëm, sa atëherë nuk e dinim që do vinin kaq shumë trala, sepse edhe lidhja me autostradën nuk u bë thjesht një gryk tuneli që nuk çonte gjekundi kjo rrugë. Nuk u bë lidhje me autostradën fare. Pastaj erdhën drejtuesit të tjerë dhe bën lidhje me autostradën, bile kjo segment
nuk është as shpronësuar fare në tokat që ka marrë para 15 vjetëve. Do të këta banorë nuk kanë marrë as i lek? Unë jam veti prekur, jam gjyq ka 15 vjetë, se mua më goditi dhe biznesin, më shemi dhe objektet me leje, i more, ato pastaj edhe jam gjyq ka 15 vjetë, nuk ecën gjyqet. Por që nuk kanë bërë shpronësime fare, sepse u dha leja për zhvillimin e projektit edhe pa bërë shpronësimin, edhe ky një kundërshtim me ligjin. Pra pa dëgjes publike, pa studiuar, dëgjesa nuk bësh fjalë atëherë, po nuk bën as shpronësimet, që ishte në ligj që leja jepet po tjetë se këti ke përfunduar shpronësimet. Ata nuk kanë bërë asnjë shpronësim në këtë pjesë. Kryetarët e mëvonshëm të bashkisë dhanë shpronësim për segmentin më të vogël lidhës atje, sepse nuk e qunin kontinuitet pushtetin. Ai thotë kam ardhur unë sot edhe unë bëj shpronësim këtë pjesën time, nuk përgjigjesh për pjesët tjera. Pushteti e trashëgon borxhin. Po ata mentaliteti këtu nuk e trashëgon, ai çdo gjë. Dhe ti je gjyq 15 vjet. Jam gjyq nga 15 vjet atje, në fjalë në ato. Unë fitoj gjyqin e parë, shkoj në apel për një pikë presja e ta kthen se ka drejt të apeloj. Tani kryeministri i sotëm e i djeshëm thotë që rruga është zhvillim. Për ty si ka qenë? Jo, unë e kam thënë edhe në fushat elektorale, se PD-ja kose përdori për të ardhur një herë ai kryetari i bashkisë në pushtet, unë i thash kjo do sjell vdekje, për fat keq erdhi shumë shpejt. Pse ka pas vdekje këtu? Po ka pas këtu, shumë shpejt për 2-3 muaj ndodhi këtu, një i plagosur rënd, një me vdekje. Mi fjalë nuk është se ndolla unë, po e tillë. Për shkak të rrugës. Për shkak të rrugës, sepse rruga sa bu bë re, me fjalë me shpejtësi kaloi mjeti, ndodhi vdekja. Po që këtu po tjetë se bëhet e pjesë me kjo përsëri, me çtuat që ta shtrojmë këtë rrugë dhe rregullohet puna, jo. Problematika duhet të shtohen, sepse makinat duhet kalojnë me shpejtësi, po tjetë se është unaz do të kalojnë me shpejtësi. Edhe këto do sjell përsëri vdekje këtu, sepse kjo me këtë shpejtësira që e centrale është minimizuar pak a shumë kjo. Po u bën ato që çtuat ta shtrojmë nëse zgjidhet problemi, jo. Këtu nuk zgjidhet problemi. Zgjidhja është vetëm ta shmangish këtë segment. Pra keq me rrugë, keq pa rrugë ju. Pra pa rrugë ecin avash, por është jeta skëter. Për mua personalisht më mirë të ecin avash, sepse do jetë e rrezikshme për jetën e njerëzve. Po çfarë propozoni ju? Shkolla këtu. Duhet shmanget. Propozimi im që duhet shmanget. Të bëhet një rrugë tjetër. Të shmanget ky segment sfaku. Unë jam dhënë dhe variantin atëherë personit, por nuk ka rëndësi e punë. Që të kaloj diku tjetër asi? Po jo këtu afër. Këtu, edhe e pëlqevi me letra, se unë e vajta edhe me dokumenta, me gjitha. E ke fjalën për Benet Becin, akoma jo ai bisedë. Po ai ishte atëherë. Po pse nuk e bëri Benet Beci? Se bëri, mi fjalë. Nuk e bëri sepse interesat e ty ishin për të përcjell njerëz siç rëndom kjo punë, të përcollë edhe këtë përcollë. Ti jep drejt me fjalë, po pastaj. Mi fjalë strukturë. Ja, bën dhe shkollën e re këtu. Si imagjino do një shkollë të bëhet 5 metra larg, një rrugë të tillë metrale të tillë. Ja, dalin fëmijët nga shkolla ku të shkojnë, është shumë problem. Unë s'kam fëmijë në këtë shkollë, e kam mbaruar vetë shkollën fillore këtu. Sot nuk kam, por që është problem, se si mund të çosh ti fëmijën në shkollë kur kalon trala pafund këtu. Është e paimagjinueshme këtu. Këtu është varg. Si thua që janë vagona treni, jo trala që për lëvizjen këtu. E kemi trajtuar këtë temë edhe në Mamurrës, Lagjen Pavarësia, atje madje vune edhe një bordur që bllokuan dhe rrugën. Deri këtu arriti puna. Secili ka problemet e vet, ato kanë dalë për hallet e tyre, por që jo, po për tralat, por të njëjtin problem. Ne kemi këtë problemin që e kemi këtu. Por nuk u shmang ky segment këtu, nuk zgjidhet problemi, po e them edhe një herë, nuk zgjidhet. Duhet shmanget ky segment që bie ndesh me ligjin urbanistik, është e thjeshtë. Ligji urbanistik nuk lejon të ndërtosh ti. Çfarë, po ju si banor duhet dilni me një propozim konkret, se ca thonë të shtrohet rruga, disa thonë që të anashkalohet rruga. Secili ka mendimin e vet që ta japi. Nuk e kam unë atë, se ç'thot banor, po ç'thot ligji. E kuptoj. Ligji nuk ta lejon. Shif ligjin, nuk ka nevojë të pyesësh banorët. Ai thot po rregullu rruga, thot kaloj edhe unë në rregull pa problem, po se sjell pasoja kjo mrapa. Mi fjalë, duhet par ligji, se ligji ka parë këto. Pra ti thua që të bëhet rrugë, po të ketë kufizim tonazhi. Jo, për mua tonazhi ta zgjidhin ato. Ja ta gjë. Nuk më intereson mua se sa tonazh. Tonazhi din ato të drejtorisë rrugëve i kanë ato. Mua më intereson bie ndesh me ligjin urbanistik kjo punë këtu. Më kuptoj. Sepse kjo është lagje e banuar, nuk të lejohet që ti të dalish nga shtëpia direkt në Unaz. Tu i ke gjithë portat dalin direkt nga shtëpia në Unaz. Po të shikosh janë të gjithë me avllija të mëdha, nuk lejohet. Po, ja direkt nga avllija ti do dalish para tralit aty është burim aksidente. Kuptoj. Nuk mund pranohet kjo. Po ti do bësh një projekt zhvillimi, po ti do me kaluar radhën, bëje, rregulloje, shtroje dhe hajde, i mbartin problemet bartet. Faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Rikthehemi miq, ndodhem në mes të një proteste. Është e bllokuar komplet Unaza e Fushkrujës. Banorët kanë dalë në protestë që nuk është e para dhe duket se nuk do të jetë e fundit.
Ata kërkojnë një zgjidhje problemit tyre sepse në këtë rrugë kalojnë 2000 kamiona dhe rruga është bërë e pakalueshme për tonazhet, aq më tepër për mjetet e vogla. Ndaj dhe ata janë detyruar ta bllokojnë rrugën, jo për qef, por për hall. Aulon Kalaja është një nga aktivistët që ka dalë dhe ka denoncuar vazhdimisht këtë problematik dhe jo vetëm në Fushkruj. Ai është dhe kolegu im, është dhe gazetar, por është i përfshirë dhe në forcë politike, sot ka ardhur si aktivist i shoqërisë civile, sepse ne në emisioni Fol nuk flasim me ngjyrime politike, po flasim me gjëra konkrete në terren. Këtu jemi në mes protestës me një rrugë të shkatruar me policinë që ka bllokuar të dy anët e këtij aksi. Aulon, e kam parë këtë protest tek denoncimet që ti bën. Edhe në medias diskutohet kur është, por shohin që protestat s'po japin atë frytin që do duhet t'jipnin. Çfarë po ndodh me protestën tuaj? Erion, e parë herë të falenderoj për punën që bë, sepse ti je një nga ato gazetarë që shko te halli. Dhe nuk jetë e koltuqet e rehatshme në për studio, po del në terren dhe takon njerëzit. Edhe banorët e Luzit falenderojnë shumë që ka ardhur sot për t'i pa. Faleminderit juve. Kjo është një protestë e cila është protestë qytetare, është një protestë e këtyre banorëve për një hall konkret. Cili është halli? Halli nuk ka nevojë fare për me fol, mjafton t'i kesh syt mballë, mos me i majt durët në fytyrë, për me pa rrugën e cila në gjithë gjatësinë e saj e tha dhe parafol që është 1 kilometër e gjys. Pra bëhet fjalë për 1 kilometër e gjys. Këta banorë këtu kanë sakrifikuar para 15 vitesh dhe ja kanë fal këtë rrugë, jo vetëm Fushkrujës, Bashkisë Krujës, por në tërësi të gjithë territorit të Republikës së Shqipërisë. Pra kjo është një rrugë lagje, por këta ja kanë dhënë që të kalojnë kamionat. Mbi 1000 kamiona kalojnë për ditë këtu. Është një rrugë që futet, mund quhet ndryshe rrugë biznesi. Përveç se këtu jetohet, se këtu Majtas kemi shkollën 9-vjeçare Gjon Luka, ku gjithë ta banorë kanë fëmijët e vet këtu që shkojnë në shkollë. Dhe duhet ju them që këtu ka dhe mungesë mbi kalimi, pra për fëmijët e shkollës. Detyrohen që këta t'i çojnë me makinë në shkollë, sepse do kalojnë rrugën dhe këtu kalojnë kamionat dhe ky është burim për rrezik aksidentesh. Pra mungon ajo që quhet një strukturë hekuri që do bëj kalimin me shkallë nga këtu që do i çonte fëmijët pikërisht në shkollë sipër. Po do ishte një rrugë zgjidhje provizore, ajo nuk e zgjidh tamam. Patjetër, po të paktën këta mos t'i marrin fëmijët që t'i fusin te dera e shkollës me makinë, sepse këtë bëjnë çdo ditë. Edhe këtu bëhet trafik etj. Por problemi kryesor, pra sigurisht që fëmijët janë problem, por problemi tjetër është çështja e rrugës. Kjo rrugë është amortizuar nga të gjitha anët, pra po të marrësh edhe në fillim të Majtas ku preket zona Fushkrujës, po t'ikësh drejt edhe nga fabrika Çimentos, po dalësh në këtë që kemi pasqyrit neve më parë autostradë, po tani i themi superstradë, pra që lidhet veriu me jugun, sepse Fushkruja është pikë strategjike, lidh veriun me jugun e Shqipërisë. Dhe ta lesh në këtë lloj gjendje për 1 kilometër e gjys, sepse kjo rrugë është prish në mënyrë sistematike dhe këta nuk kanë marrë përgjigje sot e kësaj dite. Ju bëj me dije që të gjithë bizneset e kësaj zone janë të falimentume. Ai zotnia që ka marketin aty e takova tani, tha nuk ka kokër robi që më hyn dyqan. Pra, si mund të shkosh në një dyqan tillë ti këtu, ku është pluni edhe balta edhe lluci që ti të blesh. Pra e anashkalojnë të gjithë të rrugë. Po e anashkalojnë edhe vetë banorët e fshatit, tu e anashkalojnë, sepse është kjo rruga këtu, rruga Lagjes, që del te Bekzoj, domethënë te pjesa tjetër, edhe dalin o nga Dërveni, o ndjekin ai rrugë tjetër për domethënë këtej Majtas, dhe kjo rrugë që është rrugë arteria kryesore, jo vetëm e Fushkrujës, kujdes, tu kalon fabrika tullave, 2 fabrikat e Çimentos, e gjithë industria e ndërtimit kalon pikërisht në këtë rrugë. Guroret kalon gjitha këtu. Guroret, gjitha çdo gjë tjetër, furnizimet. Ai zotnia ka një servis aty dhe është mjeshtër. Po ta them me sinqeritet që i ka dalë emrin gjithë Shqipërinë, nuk i vinë më makinat nga veriu, nuk i vinë me rregullu makinat aty. Se ç'a me rregullu, domethënë i bë gomin aty, sa del në rrugë do bi ngrop. Kjo është për gomina. Po patjetër. Ai tjetri e morën intervistë, ka lavazhin. A konceptohet biznes lavazh këtu? Mes baltës. Pra ti e la makinën, edhe makinat bëhet prapë pjesë. Ka edhe një problem tjetër me fasadat e këtyre që e kanë shtëpinë mund rrugë. Këta i kanë rregullu, i kanë suvëtu, i kanë vënë në një plak. Do e filmosh nga fillimi i fshatit deri në fund, është ju ka fut balta në shtëpi, jo në fasadë, po i ka kaluar në borr. Pra dalin këta shkretët me zorra duke e lagë, duke e pastruar, duke e fshi, prapë e njëjta situatë. Ne po flasim për tani për sezonën e dimrit. Në verë këtu ngrehet plurin hava, edhe këtu nuk jetohet.
Nuk po flasim për ndotjen që po fabrika Cimentos apo fabrika tullave tjere. Këto e kanë plus këtë, sepse këta po janë gjojnë hiring kësaj gjoje, sepse mosha e kancerit tu është ullë 15 vjeç. Se them unë, e thot OBSH-ja, Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ka të smur 15 vjeç me kancer. Kjo zonë këtu. Vetëm nga ndotja. Po patjetër, pse nga kush? Kanë bodhe një mbledhin plera atje, do më thënë Kodër Dollake aty afër fushkrujës. Po, e di atë Po pra, është e pa imagjinueshme, s'ka as leje, nuk është as landfill, as i gjë. Ajo që është afër liçenit. Po kemi bërë emisione, ajo pra është shumë ajo bukur, çmenduri. është ajo aty. Janë gurorët, janë fabrikat e çimit, janë 2 fabrika çimit. Ajo është fshatin Zgërdesh. Po, Zgërdesh, Albanopolis. Kemi marrë emrin Albania nga i fshati dhe djegim plera. Ajo është merr më vete pastaj. Do më thënë qytetërim mbi 3000 vjeçare atje dhe djegim plerat atje. Ja kemi dhënë, do më thonë si domen asaj zone, që ju na keni dhënë emrin Albania, ne po ju japim plenat. Se kjo është situata që kemi bodi. Pse e them këtë, se prap të rruga do dalim. E them që janë banor të sakatum, të ndotur, të smur, janë smur më burra, kupton. Pra këtu është smunja, është për tokë. U plas i tubacion uji, jo më larg se 500 metra nga këtu, shkun, pasi e denoncova unë bashkë me banorët, e rregullun atë tubacionin. Problemi është që nuk kanë mush gropën. Pra ti, rregullove tubacion, po mush e gropën më bu. Pastaj ç'a bëjnë? Bëjnë tendera, hedhin një asfalt skandaloz këtu. Unë e kam mat me centimetra, e hedhin kohë fushate dhe asfalti është 3 cm asfalt. Ndërkohë për këtë rrugë nuk e di se unë nuk jam inxhinier, po për rrugë tjera që unë kam pa në Gjermani dhe jam konsultuar me inxhinier, duhet jetë mbi 15 cm asfalti. Absolutisht, për tonazhe duhet jetë deri 25. Nuk e di, ja, faleminderit që më theti. Pra, 3 shtresa asfalt 25 cm. Binde shtresë e parë edhe këtu nuk ka asnjë lloj standardi, domethënë në raport me këtë gjë. Pra, këta janë banorë diskriminuar edhe për çfarë po dalin këta tani? Çfarë po thon? Ka rrof po D-ja, rrof po S-ja. Jo më vë. Këta po thonë ashtro rrugën. Kaq që thjesht është. Prandaj kam dalë me shtet. Kemi njoftu policinë e shtetit, policia çka ka bërë tani? Ka bllokuar rrugën si majta si djathtas, ka bërë një deviacion të kamionave, kamionat po kalojnë fushkruj. Tani gangrena më e madhe që ka fushkruja sot e kësaj dite qyteti është trafiku. I ka fut dhe kamionat atje e ka ras dhe janë tapos atje. Ora është bë, a di si është bë trafiku apo se po ma çojnë bashkëpunëtorët e mi, domethënë atje është bë trafiku që nuk kalohet. Po ta dinë dhe ata banorët e fushkrujës se ç'a ka këtu, sepse këta nuk kanë dalë për shef. Ta dinë dhe ata që është trafiku, ta dinë dhe ata që është Luci e Balta. Edhe prandaj duhet bashkohen gjithë me banorët e Luzit, mos t'i lejnë vetëm. Se këta nuk kanë dalë vetëm për hallën e vet. Ne jemi konsumatorë, unë kaloj për ditë me makinën time. Pra mu më prishet makina isoj si banorëve të Luzit. Me kuptoj. Fushkryesve të tjerë, krutanëve, më kanë shkruajtur shumë krutan. Sensibilizohen me protestën e këtyre. Se Kruja nuk ka rrugë tjetër, këtë e do i bi. Kupton me dal. Aulon, ti e the që nuk është politike dhe këtë e vërteton dhe fakti që zotëria tha që kjo rrugë u konceptua keq që para 15 vjetësh, e keq edhe sot. Pyetja e madhe është, pse ky komunitet po lihet në këtë drejtë? Pra ne shohim rrugë të mëdha që bëhen në jug dhe lënë në arrest rrugëve që prodhojnë lek. Pra kjo është rrugë e Florin, do ta quaja unë, duke qenë se kalojnë 2000 kamion. Vetëm taksa që paguajnë për çdo kamion, për çdo inerte që kalohet këtu, është e mjaftueshme për të bërë autostradë. Edhe autostradë me këmba madje, që të mos preket fare komuniteti poshtë, kaloj me Ke shumë drejt, këtu ka i farë diskriminimi për këtë zonë, edhe për fushkrujën, sepse qa ka fushkruje këte na qynë veri. Dhe ne dim se qa menimi ka për veriun qeveria. Ju se në Shkodër për hidhen lek? Jo, shiko, gjithë investimet kanë shkuj kanë qunë njuk. Do më thënë, duhet më u bë palasa, duhet më u bëj tuneli Llogaras, atje që unë se di a kalohet, as kalohet, se qa pam përgjimet neve aty s'kishte hekur, do më thënë. T'ja lëm gjykatave ato? Po pra, do t'a shikojmë dhe atë. Problemi është që këtu ka zero investime, ndërkohë që është rrugë biznesi, është rrugë si që the dhe ti e Florin. Pra këta nuk po kërkojnë as këtë autostradën me luks e me Flori, që ta shtrojmë neve dhe të kaloj autostrada mbi. Ne po kërkojmë gjona me kom tokë. Hajde të shtrojmë këtë rrugën këtu herë, ta nisim nga kjo, dhe pastaj a ka ne i vend për me bëna i projekt tjetër që këto kamionat kalojnë me ne i rrugë tjetër, të hapë një rrugë alternative. Po më, pse qa problemi ka? Pse duhet kalojnë kamionat vetëm këtu? Hajde ta bëjmë i projekt tjetër që të kalojnë kamionat në i vend tjetër. Pse duhet ta haj Luzi gjithmonë? Se ky ka 15 vjet që është bërë kjo rruga këtu. Kanë dalë tam protest. E kanë kundërshtuar atëherë. Po e kanë kundërshtuar, shumë mirë u pa arsysh me më u bë këtu dhe këta e kanë zemrën e madhe. Këta thanë, "Ok, hajde kaloni." Po si me kalu kështu? A kalohet kështu? Do më thonë se këtu
ke edhe çarjet e tubeve të ujit, se këtu do çahet tubi i ujit vazhdimisht, nuk është problemi që e rregulloj ajo ujësjellës kanalizimi. Këtu do çahet prapë se do kaloj kamioni. Po do kaloj kamioni, do çahet prapë, po ne e dim se çai bë uji rrugës. Pra do ketë pra një ujë dhe është dhe fshati tjetër, Luzi poshtë atje. E njëjta situatë, pra, poshtë urës autostradës vazhdo fshati tjetër, e njëjta autostradë, kanë marrë banorët telefon, hajde denoncoj etj. S'po them është si kjo, ë? Dhe unë për ne jam marrë me këtë. Kam dalë, kam denoncu edhe para kohës fushatës, edhe tani se nuk bëhet fjalë për politikë këtu, këtu bëhet fjalë për hall. Pra halli dhe politika janë dy gjëra të ndryshme. Ti po ja u zgjidhe hallin këtyre, këta vazhdojnë me punë të veta. Po ky tani të bëj pyetje unë ty, ky ka marketin, ky djali këtu, e ka majtas domethënë këtë lloj pozicioni. A ka në Europë që të shkoj ti blej këtij, ky ka bëj investim apo? Bo furnizime çdo ditë. Furnitori nuk ja sjell më mallin atje aty, e kupton? I thon, ai pjesëve të mjeteve atje, i merrte diku në Tiranë, i tha, falo vlla, tha se unë nuk t'i bi më tha pjesë të makinës, sepse më amortizohet makina. Pra, është një efekt zinxhir që e kanë banorët, jo vetëm biznesi këtu, por tani kam dhe i pyetje tjetër që du ta shtroj, domethënë edhe këtu para banorëve. Ky biznes i madh që ka lë kamionët këtu. Jo, pyetja shtroja kryeministrit. Kryeministrit e kush ta ngjoj tani? Edhe biznesit madh. Edhe Artur Bushit. Kryetar të bashkisë. Të gjithë kamionat që kalojnë këtu, kemi fabrikat e çimentos e të gjitha etj. A mund bëjnë këta biznesmen në marrëveshje me bashkinë, a me ARSH-n? Që ta mirëmbajnë këta, se shteti me sa duket, është i paafër me mirëmbajt rrugën. As nuk e shtro, as nuk e mirëmba. Pra ti po i thua, qof familjeve, qof biznesit, që e ke pagu i herë taksën, po pagu edhe i taks dytë e në shtro rrugën. S'ka zgjidhje tjetër, sepse këta nuk më marrin përgjigje, Erion. Pra, këta dolën para javën protest, kanë dalë sot, se fillun duke u tallë në fillim, ama se do bëhet i protesta dhe kaq, do ikin në shtëpi. Po ja ku i ke sot, duan me dalë prapë. Duan me blloku autostradën. Do nxjerrin kalamajt, nuk do i çojnë kalamajt në shkollë pastaj. Do hapen problematika tjera, prandaj duhen marrë seriozisht të. Nuk është punë numri, është punë kauze. Unë kisha këtë pyetje, a ka ndonjë mundësi që biznesi i madh që vepron këtë zonë, e ndot këtë zonë, e shkatro këtë zonë, po jep dhe rroga këtyre banorëve, i pjesë që janë për punë. Shumë bukur, se ne jemi pro biznesit, nuk kemi asnjë lloj problemi. Ta ketë ndonjë mundësi për me mirëmbajt rrugën, për me bë rrugën, ka ndonjë mundësi këtu? Sepse ju japin përgjigje me luk boshe këtyre. Tani ju thonë, do miratohet fondi, do ta shikojmë, do ta bërë këtu, ne duam konkrete, kur do bëhet. Kur ka qenë premtimi i fundit që i është bërë, keni trokites kryetari Bushi, çfarë ju ka thënë? Ne tani, domethënë bashkë me banorët, tu është hedhi propozim që të çojmë dhe një peticion të ARSH-ja. Të ARSH-ja. Autoriteti rrugor shqiptar. Si pronësi kush e ka, ARSH apo bashkia? Ne dim që e ka ARSH-ja në pronësi, me informacionin që kemi. Po gjithsesi ne i shkres për dieni. Se duke qenë se është unaz qyteti, kam përshtypjen mos e ka vetë qyteti. Jo, shiko, për duke qenë ne do të çojmë shkres për dieni edhe bashkisë dhe çdo institucioni tjetër, ministrisë. Që kuptoni tamam se kush është. Po kuptojmë edhe të na japin një përgjigje konkrete. Ka fond apo s'ka fond? Në rast se ka fond, kur do bëhet? E kuptoj. Kur do implementohet kjo? Në qartë. Pra se tu do ketë edhe disa ditë punime, por nëse këta e kanë seriozisht i kilometër e gjys rrugës, ta e marrin mrena ditës. Tani un po flas me standardin kinez, a kupton? E kuptoj. Në Shqipëri, okay. Unë mendoj që duhet ngjuh thirrja këtyre banorëve, vetëm kanë thirrje për rrugën. Jemi në 2026 më kur, a kupton, kërkohet ujë, drita, rrugë edhe mbi kalimin. Jo, mbi kalimin për kalamajt është shumë i rëndësishëm këtu, e kuptoj. Tani në 2026 jemi, kapitujt e kemi hapur. Po. Kështu që i kënaqemi kapitujve që kemi hapur. Faleminderit. Rregullojmë dhe rrugët përveç kapitujve. Kush është? Dua një të ri. Një djalë të ri. Kamionat me kupisën prindi këto, dhe kamionat me hitin trotuar, në rrimë atë kemi 8 kamionat, me kena vu burin goma, se mos lërë kamionat. E kuptoj. Se ne na shkemi në burë, me plas i gome, na plasin këtë për muri. I gome me plas. Ku shkoni në shkollë, Po kur vime prisin prindit të marrë na mo këtu, ata është gure kena vu, se me i kamion me kalu me plas goma, ne na shgaravisin për muri. E keni këtë frikë, ha? Pra kena burë se do të pisin prindit, ja sa goma kamionit, me plas goma kamionit, ne na shgaravit për muri. E kuptoj. Ne kena vu gurë në matë, se s'kem pasu kamion të trotuar sipër. Ka shumë fëmijë në shkolla? Po ka në si fëmijë. Ka sa dush. Edhe rreshtojnë gjithë këtu pastaj kur dalin, ë? Sa, unë orë e funit vim pisin prindit këtu. A kuptoj. Ne kena frikë, por sa vin 100 kamiona në ditë, na i gomë me plasë vin gjithë na shtat për muri. E kuptoj. Era për këto se plasë. Hajde bab këtu. Hajde këtu afër me mua.
Sa vjeç je bab? 78. Hec për 79. E kuptoj. Ke dalë në këtë mosh Po. për protest. Po. Tani, ka kaluar 30 vite. Po. Kur u hap demokracia, kishe mendu që do dilën protest pas 30 vitesh për një rrugë në këtë? Ja, nuk shkoten men. Nuk të shkoten men. Po unë bëj një habim vetët ime, që këtu nuk ka një kretar bashkie, një deputet të zone. A ka s'ka këtu? Pse nuk qëno këtu? Një drejtor shkolla që nuk i qetë kalamoj këtu. Se të me delë në protest, përse? Pra ti thua që ti nxirrte drejtori të proteston dhe bashkë me ju? E në fëmijët. Qatë gëvim ditë për ditë në s'kalamoj shkëtu me provë kalamoj këtu, kë shkolla, prim bi kalim. Hapu pak se ke kamerën për pak, po? Përse? Qatë ke që ka, se delë tu. Ku që në do kalamojt? Janë të kriminelvet? Tonit janë. Ti popli. Pse s'dali? Ku është kretar i bashkisë? Ku është deputet i zonës? Qarë popull pa baktimina? Me hecë, me kusht vim në shtëp? Artur Bushit vit në parë ja ku më dhonë votën. Vit në parë. 2 vitet e tjera s'ja ku më dhonë. E në për 500 vit me pas për të votu. Po pse? Gjatë. Vetëm për këtë rrugën? Nuk ja. Për arsye se mu më kanë qitë të gje. E kom votu në lusë poshtë. Po. Se jem demokrat, nuk jem socialist. Shumë mirë, është zgjedhje gjithçkujt që të bëjë zgjedhjen e vet. Për mu... Ne kemi ardhur me popullin sot, nuk kemi ardhur as për PD as për PS. Shkoj e hedhë votën time. Atë ku du. Po më këtë se vota nuk është në mbrojtën e nuk ka shkua të ke duhet. Pa kjo është hall tjetër pastaj. Kjo është histori tjetër. Sa fëmijë? Çfarë sjell këtu te kjo shkollë? 3 fëmijë kam. 3 Gjelmet. Ha? Po, 3 fëmijë gjelmet. 2 vajza në qonë. Tani, ti sjell këtu fëmijët e fëmijëve? Fëmijët e fëmijëve. I sjell vetë, ë? Po. Si bëhet këtu kur bieshi? Si bëhet? Që? Për faqet dhesë. Jo, është më keq se sot është lule, sot s'ka shi sot. Jo, sot jo, po për faqet dhesë, po që s'ka këtë dhesë. Po si i merr hopa, si i kalon rrugën? Po i bin quna ndërte. I bin quna, da, jo thash se mos i sille e ti. Jo. E kuptaj. I bin quna printe vetë, po si do që gjithë bëva ke i ditë, nuk o këtu me quaj. E kuptaj. Qërnëq. Faleminderit. Do vazhdosh në protestosh? Ho, kërkëj për radhën tjetër. Po? Ditë në protestes, duhet njeftohet kretari bashkisë vi këtu, deputeti zonës e në drejtori shkollës. Pra do t'i njoftoni që t'jen këtu me ju? Po. Që t'shikoni kush do vi? Po, t'i shofim vërnejnë e gjene. Urojmë që t'bashkohen. Urojmë. Hajde. Okej. Leon si? Si a kalon? Mirë, faleminderit. Nga pak. Juve, me këtë hall që keni, juve duhet ju pyesim Aulodhut ta... Tani, është mos e vërtetë. Ne po shkojmë për punë edhe nuk dim se po kalojmë. Është bën një çakartie e madhe. Nuk po thona se për momentin ta bëj direkt me asfalt. Do të paktën mirëmbajtje. As mirëmbajtje nuk bëhet. Fare. 1. E dyta, kjo rrugë ishte bazamenti më i madh që kanë hasur. Këto, se për ne e futën këto. Po qarë bën? Qarë nodhi? Qanë 2 rrugë, 2 anësorët me përpunë ujti, edhe ujë s'ka. Pra, e qanë rrugën për ujë s'ka, edhe rruga u prish. U prish rruga. Atëherë qanë nodhi? Unë kam ngretë shqetësimi që shërën parë. Shkolla, 1. E dyta, trotuarët. Ore, unë di se e kanë, ti kë, që do të merë me trotuarët. S'më të di ku shkallon, më ku të kalësh. Edhe unë që kam i bicikletë, se s'kam makinë, se mund të ketë djalje, po më dikush tjetër, edhe bicikletë të zi ka kalon, sinqerisht se kalon, ose gratë që po shkojnë në punë, në fasanëri. S'din ka kalon, mërë, du të presën rrugën dhe bënë që ato vinë dhe natën në njëherë. Turni gjyte dhe këtë vinë natën, që s'shef gjigit. Atëherë, qanë,
Ne s'po kërkojmë gjëra tjera më. S'po kërkojmë gjëra tjera që janë shumë më të gjëra si për punë kanalesh e po kullimesh e gjëra tjetër. Si s'ka vënë kush dorë. Po të paktën kjo, si e kena hapur rrugën shive trotuarit, ke për t'i pa. Ne filmoj gjitha, po. Shoh shive trotuarit si i ke. S'ka ku gala komsori më. Fëmija, po pse më të vjen ta harxoj, njështë të harxoj me ashtu fëmijën do. Po është skandaloze. Kjo mbledh jo vetëm fëmijët e këtij fshati, ë? Ka përshtypjen mbledh disa Mu më vjen keq sepse dikush thotë kanë frikë. Jo më. Frikë vetëm ato të marrin zokën. Asnjë. Nuk merrem me politikë më. Shumë intereson politika fare. Në këta kërkojmë ujë drita. Kuptoj. Rrugë, kanalizimet. Ku janë më? Unë mund të ketë tjetëri 3 kanë lopë, si kanë hekë në lopët këtej, dhe s'ka ku i majë. Pse baktit? S'po mban më njëri baktit? Po s'ka i marë, ku ti majë më një? Ku ti majë, se po të dalë shposhtë atje, shive ke knetën o knetë, thorë. Po kësyn kneta si dikur? Si dikur, ma faqe zezë. Kurse kjo të pak të të mirë mbatë më burë, se kanë thonë, shu dalin zërë tani, kanë thonë mars. Kanë dhe një datë për... Po, kanë thonë mars, shoja, dhe me kur? Po mirë maje më burë, mirë maje, pastreve më trotuar, se e ke shtru. E koptar. Se kush e ka rësheja, apo e ka a i buri vuj se kush ka qenë si e ka shtru. Atëherë, nuk e di se çfarë mund të them. Nuk e di se çfarë pyetje mund të më thosh ti, po jo këtu u thanë gjitha për atë punë, po ajo që mua më habit është fakti që kryetari juaj i bashkisë ka reaguar ndonjëherë për këtë rrugë gjatë kohës gjatë të tij të qëndrimit në krye. Jo, ai ka reaguar, po ka reaguar thanë tetor. Për tetorin si shkoj. A iku tetori? Tani e çun mars. Atëherë, çano. Nëse ne nuk dilshim këtu, nuk përfishtohen punët atje. Te rruga tjetër që do bëj ai. Por këtu trala nuk do hiqen asnjëherë. Pse po bëhet një rrugë tjetër? Po. Për çfarë? Për tralat? Për tralat. Po, morë si e bën ai. Po morë se çfarë bën apo. Si del me hyrje apo del me dalje. Se mund jenë pra ka një projekt për t'ju larguar juve trajlat. Kështu ka thënë. Ku ndodhet ajo? Ndodhet në tek Rrudha. Tek Rrudha, po. Kështu ka thënë që unë do i largoj, do i lehtësoj. Ka hapur trase, ka filluar puna? Ka filluar punë. Ana Vloni di shumë mirë. Po shpresojmë se ku ka gel, të se di. Pra, nuk po punohet po thua më? Këtë se di. Po, më herë. Po interesant. Andej e ke, ti shikosh, nuk kanë faj. Edhe këta, shoferat janë bërë me dalë menç, po pasha zotin, unë kaloj ka herë me bicikletë që tu. Ata e kanë me normë, prandaj, se do kalojnë sa më shumë rrugë kanë më shumë lek. Nuk e kam me firmat private, po mbirëmbajtja firmat private e bën. Si fabrikat ullave, si fabrikat çementeve, si fabrika si janë shumë zonë industriale. Këtë që e bëri ai ish kryeministri edhe e shpalli zonë industriale. Me fshat brenda. Dakor? Me kuptoj. Ti je në rregull me gurore, me gjitha gjërat apo si faqe zezë. Unë mendoj se është faqe zezë. Plus bizneset që janë këtej pastaj. Po të merr malli. Janë shumë biznese, nuk është një e dy, janë shumë. Po të merr malli më. Sa gurore janë këtej? Sa gurore? Po sa të marr këtu. Tu e ke zonë industriale. Zonë industriale e bëri ai ish. Po. E kuptoj. Kurse këtu sa angazhim. Ore, jem dakord. Nëse ti ke dhënë për marsh, mirë, maje më. Po pastrojmë për trotuarët. Kalojnë njerëzit dhe unë se nuk jemi kafsh, jemi njerëz. S'po dalim në gjana tjera, qa thot për kanalizime, për kollime, për gjana tjera, se s'kanë mu dorë. A është historinë vete pastaj atë? Ju përmbyteni këtej, kjo zona juaj? Do i modhi zatë se nuk është i qikë më kodër. Po? Po zona ullësirës poshtë? Luzi tjetër është poshtë? Jo, më e ke këtu. E kuptoj.
Të merë malli me burë, i kanë shqitë lopë këtë. I kanë shqitë. Pse? Sa banor kanë mbetur në fshat? Sa dushër fshatin në Kamë. Jo flas ka ikje. Si mërë hikë, normali se kanë hikë. Kanë hikë, po hikë më i riu. Se që kur the që kanë heq vaktin, do thot pastaj pyetja tjetër me çfarë jeton ky fshat. Se është pyetja tjetër pastaj kur heq vaktin me çfarë jetojnë. Jemi të jetu se po shkojmë punë. Pa po merrni nga gurora. Po ju mbajnë këto gurora. Po, unë për shembull, personalisht unë punoj ke fabrika të ullave. E kuptoj. Tjetri punoj fabrikë çementës. Po do të haj për atë. E kuptoj. Kështu mendoj unë. Pa keni lënë bujqësinë edhe keni kaluar në Po ç'të bësh? Ndërtim, se ndërtimi i bie. Po ndërtimi i bie. Zonë industriale kjo është. Kjo është zonë industriale. Shipi. Pavarësisht se i ka deviju. Po ta shosh këtu gjatë ditës. Është tmerr, është skandaloze. E qartë. Është skandaloze. Faleminderit. Faleminderit juve si i gazane i shumë i papam se unë të ndjek. Faleminderit shumë. Të ndjek si njeri, unë thon. Pastaj faleminderit. Për punën politike unë se kam mend. Faleminderit. Të nderuar miq, i tham gjërat troç. Troç siç flasim në fol. Situata është konkrete. Rruga është skandal. Mjafton të pashi, se po të bjerë shi, pastaj bëhet edhe më skandal. Ndërkohë që ngjitur është shkolla e cila është 1 metër nga rruga. Këtu kalojnë fëmijët, tu rrezikohet jeta e fëmijëve. Ndaj banorët të gjithë bashku kërkojnë një zgjidhje urgjente. Minimalisht ton, të vi kryetari i bashkisë ta shoh vetë rrugën këtu me ne dhe të na dëgjoj siç po i dëgjojmë ne. Është më e pakta për një kryetar bashkie, për një kryetar komune që të mbledh banorët dhe t'i dëgjoj, ore ç'a hallesh kanë. Se njerëzit në 2026 nuk dalin kot në protest, pra kanë një hall të madh. Shqiptarët dalin vetëm kur kanë hallin shumë të madh në protest. E kemi vërtetuar me kamerën tonë nga Veriu New. Miq, ky ishte emisioni Fol nga Unaza e Fushkrujës, nga fshati Luz. Do t'jemi herën tjetër në një fshat tjetër të Shqipërisë, në një zonë tjetër ku ka shqiptar ndershëm, shqiptar në hall, që u lërasin, por nuk po i dëgjon kush. Ne do shkojmë t'i dëgjojmë. Ju përshëndes, takohemi të premten tjetër. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë.